Këtë fundjavë kemi ardhur në bylet e kantonit e Friburgut për të njohur me klubin e vetëm të shqiptarëve që garon në Superligën e Zvicrës në futsal. Do të njihemi me atë se kur është themeluar ky klub, kush e ka themeluar këtë klub dhe si ka ecur nga themelimi e deri më tani. Pra, pa mbushur 3 vite, byle futsals nga kategoria e tretë ka arritur të ngritet dhe të ngjitet e të garojnë në Superligën e Zvicrës me ekipet me emër, me ekipet me përvojë në futsalin e Zvicrës. Në erdhen këtu në bylet e Friburgut për të njohur me projektin e byle futsals për suksesin, për arritjet që shqiptarët e këtij ekipi kanë arritur në këtë periudhë gati 3 vjeçare në 2 sezone e gjysmë, ku ekipi nga kategoria e poshtme, pra nga niveli më ulët e kanë ngritur deri në Superligën e Zvicrës. Për byle futsals do të flasim në minutat në vazhdim me ata të cilët e kanë themeluar, me futbollistët, pra me djemtë tanë shqiptarë të cilët na bëjnë krenar me rezultatet e byle futsalsit që ka arritur të ngjitet deri në Superligën e Zvicrës, e që ambicie ka të shpallet kampion në futsalin e Zvicrës një ditë, dhe pse jo edhe të garon edhe në Ligën e Kampionëve për futsal. Pra në minutat në vazhdim dhe ky emision i dedikohet klubit të futsalit byle futsals këtu në Friburg. Na ndiqni. Bien sûr. Unë e kom të regu Meritonit Savudinit që shpoja bëjmë,
po e qelmi një klub ton, do me thonë aspektin me përparu për neve, me hec, me avoncu për neve, edhe ati ka ardhë ideja në aspektin mu qelë klubin, fillim vllai i madh thëjke a jemi gati, alo, nuk jemi gati, edhe më në fund e plotësum dëshirën në aspektin me mu qelë një klub, do me thonë me kanë në arinia së bashku me kanë edhe me përparu edhe me hec të para në këtë aspekt. Në fund 2022-shën, kanë ardhur ideja, do me thonë, me qelë klubin, mi bon statusës, mi përparu këto sene, bojat, logon këto sene, ama vendimi ma i fundit, u qelë, do me thonë, me 17 maj 2023, ku ka vendos, do me thonë, federata me na dhonë vullën në aspektin me na i pranu klubin si klubi i ri futsallit. Do me thonë, 5-6 muaj, do me thonë, punim në aspektin administrativ me punë statuse, këto sene me logo, me këto që kena dash me i bon, edhe më në fund na ka ardhë, u ka plotësu dëshira me 17 maj 2023. Mos pari faleminderit që keni ardhur me na përkra. Sot ka ardhur ideja se na kon një dy shokun edhe do me thonë kjo shokë që kena kriju klubin, është vllai i madh i familjes. Edhe na kon të luajt për një ekip zvicër, edhe për ne s'na konvenojnë idejat e sistemi. Edhe kena folin atë të buhajgare pak me kriju një klub. Erdhë punat e logo, tani erdhë punat e ngjyra, tani janë nëse me fol me një sponsor shqiptar që na ka përkra prej fillimit, që na ka nimu shumë, edhe na ka përcjell tani vllai i vogël familjes, jena ullë që na bo si do mbledhje, edhe u kriju klube Byll Futsals se jena atë Byllit, do me thonë, edhe Futsals e kena shtu një se është një tjetër klub këto në Byll me dalu pak, do me thonë. Që 2 vjetë e gjys jena, do me thonë 2023-ën jena kriju, që 2 vjetë e gjys. Kena fillu regionale, ku kena pas sukses edhe ku kena, do me thonë, kena arrit me hyp një ligë më nalt. Tani kena ardhur, do me thonë, pa asnjë humbje Ligë 2. Ligë 2 apet pa asnjë humbje tani vitin, do me thonë, kena arrit në Ligë të parë. E kur kena ardhur si vjet Ligë të parë, për një me pak më zor, ama apet kena sukses, do me thonë, për një ekip që jena të ri, do me thonë, në Ligë të parë, Super League, do me thonë, futsal. Superliga futsalit, do me thonë, është liga e parë më e larta e futsalit në Zvicër. Se në aspektin e kena ditë çfarë grupi jemi, se na kon bashkë një grup të shoqnive, edhe kena ditë çfarë talenti kemi për futsal, çfarë dashnie kena për futsal, edhe që kur jemi bashkë, e kena ditë që kena me mujt me bëu diçka shumë të madh, edhe kur kena fillu, do me thonë, në divizionin e tretë, që atë ka fillu, do me thonë, bazat me ardhë kadale edhe me përparu, me hec kadale, e kina ditë që një ditë shpet kohë kina me mëri aqenal se edhe rezultatat i kina pas shumë të mira, do me thonë gjithë kina pas fitore, dhe që kina hip, do me thonë Superligën e Zvicrës, kretë fitore kina pas, do me thonë e kina pas grupin e mirë, e kina pas grupin shoqni, do me thonë ina njof pi moti edhe gjithë kina menu pse mos me bon një projekt tonin, edhe kur e kina bon, kur e kina fillu, ketë na kanë thinë me dash me artë na, se na dojnë njerëzit si person edhe do me thonë aspektin që kemi mri, tash dhe një Super League, e kina paramenu që kina me mri qatë shpejt, jo bashkë shumë shpejt, mos me u pas një loj, ama do me thonë, alhamdulillah, jemi krenar me ekipin që kemi, me lojtar që kemi me kitë. Unë jam Agon Gjemar Lej, kam 27 vjetë, jam një këtu në Bëll, në Zvicër, kam jetu të njëtën këtu, kam një master në drejtësi edhe punoj tash si jurist.
për projektin e klubit tash ka fillu se 2 vjet e gjys dhe prej këtë vitit në ligën e parë po punojmë mirë, po japëm zore, po më pëlqen shumë projekti se që me thonë këtë senet janë mirë të organizune për me lujtë mirë, mu ushtru mirë, mu përmisu në këtë sport, se është futsalli. Jam këtu prej fillimit, është qëta është sezoni 3 që pëlluj në sezonin e 3. Qëllimi e ekipës është me lujtë në tabelen sa më nalt. I kemi këtë kushtet e mira, i kemi lojtarët, kemi trenerin, veç tash investimi i kohës, futsal edhe veç vullneti. Hap masapit, do t'ja rritëm qëllimet. I dedikojmë shumë njerëzve, publikut që vjen, që na përkrojnë prej fillimit, që janë me ne. I dedikojmë antarët familjes që na përkrojnë. Vetit se është një investim kohë, është 3 herë një javë me shku në stërvitje në trening. Unë gati kurs jam shpesë, se gjithmonë me futsal dedikojmë trenerit që vjen prej Gjenevës, ofër Gjenevës, i vjen 3 herë, 4 herë një javë deri këtu. I dedikojmë edhe kryetarit, Mervanit, Sabodinit edhe Meritonit, që këta që janë prej fillimit, që kanë kriju këtë klub edhe të gjithë kejve që na përkrojnë, dhe dedikojmë. Qëllimi është njerë me arritë grupin e parë për 6 ekipe, e tani me arritë në play-off, e do të me thonë për me arritë në play-off do të më konë 4 ekipa e parta, që kjo është qëllimi. Për kupën është shumë e thjeshtë, ose fiton ose ecë, qëllimi është gjithë me fitu. Normal se dojna me shku sa ma largë, sot kena fillu mirë se ke loja e parë, kundër një ekipë të Bernit se është në kampionatin tonë, edhe tash do të vazhdojmë. Ambicie ka shumë.
E para ambicës u kanë me hip, do me thonë, Super League edhe me bo një sezon të mirë, edhe me kanë, do me thonë, në tabelën e naltë, do me thonë, parin vend, dytin vend, a tretin vend me pas. Për momentin e kemi tretin vend, jemi të knaqsh me ekipen, me trenerin, me krejt, edhe tash është, do me thonë, ambicjen me shku mu bon kampion Zvicrës, edhe tash që kena fitu sot, me shku edhe në Kupë Zvicrës, me shku sa më nalt, edhe pse jo, më konë kampion Zvicrën, më tani me shku edhe në Ligë des Champions. Për që ta e kina, do me thonë, e kina qelë këtë klub, se e dim që një ditë po dojmë, kina dëshirë, edhe dim që kina me arrit këtë dëshirë më bon kampion Zvicrës. Besoni se e dik të vine? Punoni dhe besoni me punë gjithë shka ven, në aspektin se inshallah me punën, kontributin që japin këtë klub, inshallah të qem një ditë kampion Zvicrët dhe kena mujtë me shku edhe në krytë botën, me shku me lutë në Ligë des Champions, që ta kemi dëshirë të madhe edhe ki meritoni që ka ardhë, u ka ardhë në salu në Zvicër, plus e Sabudini shumë ka pas dëshirë njerë me kanë kampion Zvicër. Për që ta me këtë qëto ambicës që në kanë dhënë vullnet, me shku me qelë këtë klub edhe një ditë, inshallah, me shku me u bon kampion Zvicrës. Prej fillimit kena pas shumë shoqëni, jena shumë shqiptar, edhe do me thonë njerëzit që në animojnë, që dhënë benevolat edhe sponsorat, shumica shqiptar, e me kohë kanë ardhur tani normal që kur arrit sukses edhe me shku më nalt, do të pak mu përzi edhe me marrë lojtar pak më të mirë, do me thonë sot jena nashta pak më shumë se gjysa lojtarëve në ekip të parë shqiptar, e kena si vjetë e kena marru edhe ekipin e dytë, ku ka shumë shqiptar, pak më për jo për ajgare, po për knatësi, jo për rezultate. Po. Është krenari shumë e madhe, se do me thonë e kena arrit këtë sukses për 2 vjetë e gjys, edhe me mundësi minimale, se s'është që e kena një sponsor që në ka dhënë 100.000 franga me investu edhe që i paguina lojtarët, krejt jena pa pagesa, do me thonë lujna me zemër, edhe për një me është krenari edhe është sukses i madhë që kena bo deri sot. E kena trenerin që është brazilian i Gjenevës, ushtrojna ka 3 herë njaftë, plus lojen do me thonë 4 herë në vikend. I kena një 2-3 lojtar të jashtit, do me thonë që i kena marrë për jashtit sot, që i kena bo mundësi do me thonë me gjithë banes edhe pun, i një mojna. Edhe një 2-3 lojtar të Lozanës janë edhe Gjenevës, do me thonë që vinë rregullisht me ushtru me neve. Shumë krenar, me fillu sezonin e tretë me 0 humbje. Kjo është diçka që shjet marrall, besoj. Po edhe njerë, jemi krejt motivum, e kena këtë futsalën si është një pasion për neve. Kur t'i ki krejt shoqënit edhe antarët familjar që këshin njëtin drejtim si kur ne, krejt vjen ma kalaj edhe ma vullnet edhe ma mirë edhe qëtoja rritëm qëllimit edhe hypëm shkollë me 0 humbje. është krenari për ne, me lujt me shqiptare s'ka ma mirë. E kam edhe një antar të familjes, është djali dajën në fakt, luj me te. është edhe një fuqi ma shumë. Po, si shembull hub një top, jep diqysh është një aspekt natyrale, është një ndjenë ma ndryshe se ki qef mu me luftu ma shumë. Jena bo si luftetar, paka shumë. Mu kanë rrethun me shqiptar, po tani janë edhe kultura tjera dhe nacionalitetet tjera. Unë jam për veti shumë krenar, se që me thonë jopën një farë imazhe të mirë të shqiptarëve. Nuk po thamë se shqiptarët e kanë imazhin e keq, po ka njerë
njerëz se nuk na njohin mirë, se nuk e njohin kulturën tonë, i kanë të tjera ideja se nuk janë shumë vërteta. Dhe kja tregon se do shqiptar përkushtohen për dësën për qefin, për sport edhe mirë, mu më banë krenar dhe që me thonë qef vadoj marë tu. Edhe sidomos arditin e kam djallë të odhës, alo ma shumë rritë qefi, vjen familja me na po e zumi. Qëllimi për këtë është me fitu, nëse ma jep këni tëp ose javë një tëp arditit ose meritonin, më zanë shumë. Për me projekte është shqiptar, po ka, që me thonë, Zvicra ka shumë kulture, multietnike, edhe është diçka që me thonë që na përfaqen edhe në këtonë, se jena na shqiptarë, po jena edhe tjerat. Po, edhe tjerë. Beshton, qëta që me thonë, qëta kultura përputhen mirë. Për kombinuen mirë, për me lujtë sa ma mirë, me mundu me fitu sa ma shumë ti. Në aspektin në logo, asë nuk kena qitë Shqiponjën, asë nuk kena bon se kanë do kluba Prishtina Bern, ma në fund na që kemi qelë klubin, jemi këtë shqiptarët, edhe ne kemi si krenari në aspektin mu bashku, krejtë së bashku, dhe me thonë në aspektin edhe sylitar, edhe si fansat se po vina shojnë, gjithë e kena salën plot njerëzit që vinë, njerëzit që na dojnë që vinë, edhe kena posë dëshirë me bon, jo me kriju si një klub, amo me bon si një familje, dhe mi pos, do me thonë, ato të kombit shqiptarë dhe me konë, mo jena qëllë në aspektin me krejt nacionalitetit, nuk jena bashk në aspektin shqiptar, të na vesh shqiptar ka gjithë s'ka, edhe Zvicran, edhe na që jemi të tëre shqiptarët, kemi edhe një shqiptar në aspektin që jena bashku, kena dash mu bashku edhe mu kanë edhe shqiptar që jena njoft edhe me shku të para bashk, se dhimi që kur shkojmë bashk jemi shumë të fort. Kur këtë katale ka dalë jemi të fort, ama kur shkojmë të bashk kalë ma të fort jemi. Realiteti është që na vjen si klub, kena shumë ideja edhe kena arrit shumë, sidomos edhe me shikus. Kena shumë njerëz që na përkrajnë, që vinë me na këshyr, minimum një 150-200 persona çdo lojë. Nuk është një sen që në futsal është në përkrejt klubet, edhe do lojë ma interesant ku ka qenë, domethënë 400-500 shikus këto në Kicall. Sot nevojën që kena është për sponsor dhe për budget, domethënë, se ideja kena shumë, edhe kalojna ekstrem kohë, domethënë për menaxhimin e klubit, edhe sot për një pika kryesor, domethënë është te buxheti. Po. Nevoja e sponsorave, domethënë me na përkra gjithkush, domethënë. Mesazhi domethënë është që jena një klub që jena shqiptar, domethënë kryesorët edhe shikust 80% është ai kena edhe shqiptar. Domethënë është kënaqëri, sot është mirë me pas domethënë si një lloj klube që reprezenton domethënë popullin ton në Zvicër në futsal, edhe më kon niveli më i lartë, edhe për çka mos me shku se e kena si objektiv me shku domethënë Champions League, se domethënë nëse fitojna këtë sezon të partë edhe play-off, mujna me shku në Champions League, domethënë me reprezentu edhe Zvicrën edhe shqiptarët e Zvicrës në përkrejt Evropën, domethënë është diçka shumë veçantë, shumë e mirë.
mirë. Do me thonë, për që ta kena nevojë çdo ndihmë. Financiarisht vjen ka dale, besoj sponsorët edhe shojnë edhe vetë rezultatet. S'kemi nevojë me bisedu. Edhe jo vetëm Zvicër, po edhe në toka shqiptarëve, si në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Tu i falendro edhe juve me kamerat, me këta video që mundi mi shpërndo edhe me na përkra në për rrjetet sociale, Instagram, në për WhatsApp janë edhe informata që vinë. Kështu, ju falendroj përdemërsisht. Është e rëndësishme se na lejon, që me thonë, e lejon klubin me jetu, mu rrit, dhe sidomos na mundume me mi bosenet me një farë kualitetet mirë, e sa ma shumë na përkojnë njerëz, shqiptarës e tjerë, sa ma miro për neve. Ata nuk i të qojna paret këtë edhe mundu me sa që që kene posët me bo një atmosferë mirë të, edhe me zhvillu edhe qëllimi është edhe me zhvillu sportin Zvicër, se këtu nuk është shumë i zhvillu. Për momentin që tham çdo herë klubi është njëtë për momentin me sponsora, do me thonë neve na nevojitin çdo ditë, do me thonë sponsora që na kontribuojmë. I kemi plot sponsora, do me thonë edhe firma zvicrane, edhe firma shqiptare që na po kontribuojnë edhe po japin se shohin se po bëjmë punë të mirë në aspektin edhe në rrjetet sociale, jemi prezent, i bëjmë punë profesional se kena qef me konë mas 10 vite, ku kena me folë për këtë klub, kena me thonë, okej, Byll Futsals është shumë profesional, jep shumë vullnet lojtarëve, na jep neve vullnet mu qu me shku me pa lojnë në këtë aspekt, edhe më mërmenja që na nevojitin, alo ma shumë sponsora, kështu se nëse ka alo, gjithka i marmi, edhe kontributi vogël, a i madh, gjithë është ndim për neve edhe gjithë e marmi. Do me thonë jam me reprezentues të kombëtarës Kosovës. S'ku mujt me shku një 2-3 herë se be punës këto, se s'është sporti profesional. Ama do me thonë jam rregullisht në grupë edhe në grumbullime me Kosovën, edhe i kena do me thonë 4 shqiptar tjerë që luajnë për Zvicrën rregullisht si vjet, do me thonë. Do me thonë jam konë prej futbollit deri 20-21 vjet. Edhe ja patanis futsalit, do me thonë Francë, unë jam i Francës që 6 vjet jam në Zvicër. Edhe i kom bodo klube atje, do me thonë ligë të parë në Paris, në Nantes, në Lyon. Kom qenë do me thonë nivelin ma i nalt, edhe kom lujt 4 herë, 5 herë Champions League. Edhe do me thonë kam pak eksperiencë edhe do me thonë më munu me mi përkra lojtarët pak ma të ri, pak ma të që kanë qef me mësu diçka. Edhe do me thonë një maj çdo sen. Me Kosovën ja kom fillu kur jam konë edhe i ri që atëherë 21 vjet. Mos e pata pasat pozitën që që kam qitash që jam do me thonë një lojtar pak ma i rëndësishëm në ekip se kur jam konë pak ma i ri. Se be për eksperiencës edhe qëto sene. Është krenar edhe ndirë për mu me përfaqësu kombëtarën e Zvicrës. Është një andër që do gjithë lojtarit me mujt me lujt për një kombëtar. Faktikisht në prell unë ka thirë treneri, ish treneri Zvicrës Joao, ishte një portugez. Dhe ishte hera parë, nuk ishte kallaj sepse duhet me ka dzua dhe vetën dhe me bo venin e vetë, ishte kallaj edhe u kanë luja kundra Anglis, por për fatkesh nuk më shtini, po ishte eksperiencë një përvoj shumë e mirë, edhe qëtash e kanë ndryshu stafin e kombëtarëve Zvicrës. Ishte Miqo, janë Balkanit edhe ata, Miqo, Dushan edhe Penava, ishte treneri e Mobilus.
Dhe është tash një diçka e ri dhe Tash të prit një shansin për ti. po, tash javën e kaluar ne kemi pas edhe kemi taku krejt lojtarët të Zvicrës. Ta këshimi tash qysh e tek, qysh ai trajneri na përcjell. A do të ka besim një ajo, tash o vesh me punu, me vullnet, po, e vërtit. Najna për sabotin e rritë vane, ardit e dhoni, na lim të edhe na rritë edhe, që më thonë edhe për njëve është krenari me lujtë për Zvicrën. Për që më thonë edhe krenar se ina shqiptarë, se arrojna ranjet tona, edhe vazhdojna sot mujna. E para herë që është, do me thonë, vjen një shqiptar, me na marrë një video, me na i bën një video, edhe është krenari për neve, në aspektin që po na shohin njerëzit, edhe po interesohen për klubin tonë, edhe flashin shqip, e qashtu edhe qështa shparzit, nuk e kemi një shqiponjë në logo, ama më në fund jemi shqiptarët, e kemi qëket, do me thonë, kretë ambicë këtë sene jemi shqiptarët, po dhe me shkut e para se bashku. Mirës të sportit shqiptar në Belgjim, kemi ardhur në fund të këtij emisioni, të veçantë dhe shumë interesant që për herë të parë realizohet në emisionin sportit shqiptar në Belgjim. Ishte dhe i dedikohej Byle Futsal, si klubit të shqiptarëve pra në futsal, të themeluar përpara 2 vite e gjysmë, që është ngritur nga Liga e tretë dhe tani garon në Superligën e Zvicrës. Faleminderit që na ndiqni, mirë ta kofshim dhe mirë mbeqi.